emision e këtë hadith që e transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij me një zinxhir të mirë, thot ai i cili thot subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, këto fjalë janë që e dëbojnë munafiqllëkun, hipokrizim nga zemra e besimtarit, sikur uji që menjanon dytërsinën nga petko. Pra ka mundësi njeriu ta lën petkon e vet pa ujë, çka ka mundësi njeriu ta çaldron zemrën e vet dhe ta dëbon munafiqllëkun nga zemra vet. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, këto janë fjalë të preferuar në veçanti këto ditë, që ti thojmë mëngjes dhe mbrëmje çdo kohë. Para thonte Ibn Abbasi, nuk di që Allahu azza wa jall ka obligu ndonjë farz, vetëm Allahu e ka kufizu. Allahu azza wa jall ka tregu formën se si me bë dhe ka arsyetu atë që nuk e ban, përveç se një lloj ibadetit. Allahu as nuk e ka kufizu, as nuk e ka përcaktu, as nuk e ka arsyetu. Atë që neglizhon, aja është përmenjë Allah. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ato që e përmenjën Allah në kom, ullër dhe shtërim.